Mirë se vini, sot do t'i futemi thellë diçkaje që quhet kurthi i qëndrueshmërisë. Është ajo forca e padukshme e dini që i bën edhe njerëzit më të mbredh të mbrojnë me kokëfortësi një vendim të gabuar. Pse ndodh kjo gjë? Dhe më e rëndësishmja, si mund ta shmangim? Atëherë, le t'ja nisim. Kjo është pyetje kryesore apo jo? Të gjithë e kemi parë këtë sken, një menaxher, një koleg, apo ndoshta e kemi kapur edhe veten duke mbrojtur një vendim që sinqerisht nuk po funksionon. Por pse? Përgjigja, siç do ta shohim, fshihet pas një parimi shumë të fuqishëm psikologjik. E po, ja ku e kemi fajtorin, prirja e angazhimit. Sipas Charlie Munger, partnerit legjendar të Warren Buffett, kjo është një nevojë pothuajse automatike që kemi për të qëndruar konsistent me atë që kemi bërë më parë. Pasi marrim një vendim, ne fillojmë të ndërtojmë një pjesë të identitetit tonë rreth tij. Kështu që ta ndryshosh atë vendim ndihet pothuajse si të sulmosh vetveten. Dhe kjo thënie e Munger e godet pikërisht në shenjë. Problemi nuk është vendimi në vetvete. Jo, problemi është egoja jon që është ngjitur pas tij. Në atë moment, ne nuk po mbrojmë më idenë më të mirë, po mbrojmë versionin e kaluar të vetes son që e mori atë vendim. Okej, po çfarë ndodh saktësisht brenda trurit tonë? Ekziston një mekanizëm kyç që quhet disonancë kognitive. Le t'i hedhim një sy më nga afër se si funksionon kjo. Pra, imagjinojeni trurin si një sistem që e do me çdo kusht ekuilibrin. Kur një fakt i ri, për shembull, kjo pjatë nuk po shitet më, përplaset me besimin ton, kjo pjatë është fantastike, truri ndjen një lloj sikleti, një tension të thellë. Dhe për ta qetësuar këtë tension, çfarë bën? Është shumë më e lehtë të shpikim justifikime si klientët nuk e kuptojnë, sesa të pranojmë thjesht kisha gabim. Dhe këtu qëndron gjithë çështja. Betejë nuk bëhet më për të gjetur të vërtetën objektive. Jo, ajo shndërrohet në një betejë për të mbrojtur imazhin ton të brendshëm si dikush që merr vendime të zgjuara. Tani, le ta bëjmë këtë më konkrete me një histori të thjeshtë. Imagjinoni dy restorante, Antika dhe Mondo. Të dy përballen me të njëjtin problem, por vendimet që marrin i çojnë në dy fate krejtësisht të ndryshme. Le të fillojmë me restorantin Antika. Këtu kemi një pjatë speciale që është kthyer gati në një relikve. Të dhënat, shifrat, gjithçka tregon se klientët nuk e porosisin, por shefi i kuzhinës, ai ishte i lidhur emocionalisht me të. Dëgjojeni me vëmendje këtë fjali, është identiteti ynë. Ai nuk po flet për shifrat e shitjeve apo përfitimin, as pak. Ai po flet për egon dhe historinë. Ky, pra, është kurthi i qëndrueshmërisë në veprime sipër. Por restoranti tjetër, Mondo, çfarë bën? Ky krahasim e tregon të gjithë historinë. Nga njëra anë, tek Antika kemi një mendësi emocionale të ngjitur pas traditës. Nga ana tjetër tek Mondo, mendësia është faktike, e ftohtë e bazuar tek realiteti. Veprimi, Antika mbron të kaluarën me çdo kusht, ndërsa Mondo analizon të dhënat dhe vepron sipas tyre. Dhe rezultati? Rezultati është i pashmangshëm. Stagnim dhe humbja për njërin, përshtatje dhe sukses për tjetrën. Në fund të ditës dallimi nuk ishte te pjata, ishte te mendësia. Edhe kjo fjali e përmbledh në mënyrë perfekte. Menaxheri Mondos e ka bërë ndarjen thelbësore. Identiteti i tij personal nuk është i lidhur me suksesin e çdo ideje. Ai e kupton se një ide që dështon nuk e bën atë një dështak. Dhe pikërisht kjo i jep lirinë për të marrë vendime vërtet të zgjuara. Mirë, tani le të kalojmë nga historia në jetën reale, ku shfaqet kjo prirje në përditshmëri. Ja disa shembuj klasik nga bota e restoranteve, që me siguri do të tingëllojnë shumë familjar. Sa nga këto situata tingëllojnë të njohura? Mendoni për menuin e vjetëruar që nuk ndryshon prej vitesh, apo për menaxherin që mbron një punonjës jo efikas thjesht sepse ishte zgjedhja e tij. Dhe sigurisht, fraza famkeqe, ne gjithmonë e kemi bërë kështu. Ky është flamuri i kuq më i qartë i këtij kurthi mendor. Edhe lista vazhdon, besnikëria e verë brenda një furnitori të shtrenjtë vetëm prej zakonit, përdorimi i taktikave marketingu që prej kohësh nuk japin rezultat, apo refuzimi për të ndryshuar orarin. Në secilin prej këtyre rasteve, arsyeja themelore mbetet e njëjtë. Është psikologjikisht më e rehatshme të mbrosh një vendim të vjetër, sesa të përballesh me faktin se ai vendim mund të jetë i gabuar sot. Pra, pyetja është, si e luftojmë këtë instinkt kaq të fuqishëm, kaq njerëzor? Lajmi i mirë është se ka strategji konkrete që mund të na ndihmojnë.
Le të shohim se si mund ta menaxhojmë egon për të marrë vendime më të mira. Këtu kemi një plan veprimi me 4 hapa. Së pari, mbështetuni tek të dhëmat, jo tek ndjenjat. Planifikoni rishikime të ftofta çdo 3 ose 6 muaj. Së dyti, gjeni dikë që nuk ka frikë t'ju thotë se po gaboni. Një zë i jashtëm është thelbësor. Së treti, eksperimentoni, bëni teste të vogla për të ulur frikën nga ndryshimi i madh. Dhe më e rëndësishmja nga të gjitha, hapi 4, mos harroni kur një person nuk është ideja e tij. Të pranosh një gabim nuk është shenjë dobësie, përkundrazi, është shenjë e inteligjencës më të lartë. Dhe do ta mbyllim me këtë mendim të thellë nga Munger. Në fund të ditës, rezistenca ndaj ndryshimit shpesh është thjesht frika për të parë veten në pasqyrë dhe për të thënë, ndoshta dje gabova, por aftësia për ta bërë pikërisht këtë. Kjo është ajo që ndan vendimet e mira nga ato të këqijat dhe bizneset që lulëzojnë nga ato që mbeten në vend numëro.